pari nuk është përdorur si karburant për protesta, sepse nuk mendoj që ka pas një arsye bazike vetëm kjo për të bërë protestë. Partia Demokratike i ka përcaktuar qartë dhe saktë synimet e saj dhe arsyet e daljes së protestë. Dhe unë në përgjigjen time të parë pak a shumë i parashtrova kush janë arsyet. Megjithatë, sigurisht duhet të themi që Partia Demokratike e ka mbrojtur figurën e zotit Sanjani dhe vazhdon të qëndrojë asaj ide që burgosja e tij ishte një burgosje politike e stisur nga lidhjet që Partia Socialiste ka me sistemin e drejtësisë, se nuk i ka sotme, nuk i ka konshme, i ka pasur që në inicim të reformës së drejtësisë, duke nisur nga vetimi, nga emërimet e ndryshme që u bën gjyqtarëve në nivelet larta të sistemit të drejtësisë, por dhe në nivelet e tjera. Ndërsa fakti që është i vetë përjashtuar është një fakt i një karriere politike që ka uljet dhe ngritjet e saj. Dhe përderisa është një vetë përjashtim, unë them që interpretimet e tjera janë të tepërta. Në Parti Demokratike ka një statut i cili duhet të zbatohet, i cili është i ditur për gjithë antarët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, dhe cilët e kanë për detyrë që t'i përshtaten atyre rregullave që ka përcaktuar statuti i Partisë Demokratike. Sepse pjesëmarrjet në parti politike vërtet janë vullnetare, por vullnetare mbi bazën e pranimit të këtyre rregullave. Kjo është situata dhe në këtë situatë Ervini ka ecur vetë, nuk është se e shtyu dikush që të realizonte këtë konkludim të vetë përjashtimit të referuar nenit 24 të statutit Partisë Demokratike dhe nenit 10 të kodit të etikës për çdo antar të partisë.